cilat një kompani shqiptare, mos gabohet me pronar nga Elbasani, pretendonte se është dami që është shkaktuar se ne nuk kishim zbatuar, Ministria nuk zbatonte vendimin e gjykatës. Po, Tola, ish deputet. Ish deputet, po. Kjo është e vërteta. Ai tha, jo, unë do shkoj. Kurse këtu bëhet fjalë për 90 milion euro të zhdukura me dokumenta zyrtare, dhe kjo nuk ka faj, sepse faj është i Edi Ramës. Jo, faj është edhe i saj, edhe i Edi Ramës. Të dy. Po ky është standardi. Ky është standardi. Pra, ne jemi në këto kushte, ku opozicë i mohohen të gjitha të drejtat kushtetuese dhe rregullore, në të cilin Edi Rama sundon mbi të gjitha ligjet dhe institucionet, mbron në mënyrë flagrante, nuk është rasti i parë. Jo. Këtë ka bërë me Sajmir Tahiri. Ju kujtohet ju. Solli antimafia italiane kërkesën për arrest për Sajmir Tahiri. Sepse e kishte dokumentuar në qindra regjistrime me klanin Habilaj, e kishte denoncuar ne, e kishte denoncuar Zagani, e vërteta është i kamere i tjerë zakonshme, që ishte oficeri antidrogës kryesor në zonë. Dhe ata erdhën dhe Edi Rama zgjodhi të sulmoj prokurorët për kërkesën dhe nuk lejojnë. Nuk lejojnë arrestim në ti. Madje asgjë. Histori tjera pasaj se si ja imponuar. Edhe u detyruar të jap dorëheqjen ai me radhë. Kështu që është totalisht në mbrojtje të vjedhjeve të korrupsionit dhe ne gjersot bëm çdo përpjekje për të shfrytzuar çdo hapësirë për të përmbush detyrimin ton kushtetues ndaj zgjedhësve tanë, por qeveria mbylli çdo hapësirë. Dhe ne sot duhet të diskutojmë